Mirë mbrëma dhe përshëndetje kudo që jeni. Ditët po ecin, kanë ngel edhe pak ditë të këtij muaji të shenjtë Ramazanit e ne lutim Zotin që të kem ymër ta përcjellim e mbi gjitha të kem përfitu në këtë muaj të shenjtë Ramazanit sevapet e ibadeteve tona. E premte me Halidin edhe sonte kem musafir një hoxh shumë të dashur për ne, miki jon, miki shoqatës. Rashid Zulfiu është nga Gjilani, mirë se ke ardhur. Nëse gjitha hoxh falenderit. Hoxh falenderit që keni pranuar për me ardhur. Na keni nderu në pikat shkurtra për opinionin kush është Rashidi, kush është hoxh Rashid Zulfiu. Fillimisht falenderoj, unë ndihem i privilegjuar. Me sa duket e kërkova me ta kthy borxhin se para një viti ke qenë në emision tek në profil. E tash me kënaqësi erdha prej Gjilanit. Jam Rashid Zulfiu, kam lindje, jam rrit në Gjilan. Jam gjeneratën e parë me medresesë paralelja e cila është në Gjilan. Studimet jam kryer në Universitetin e Riyadit, pastaj master në Kosovë, në komunikim masiv. Shërbej si imam në Gjilan, jam antar i Këshillit të Bashkisë Islame, i martuar, babi 5 fëmijëve. Mashallah. Tash aktualisht të edhe vete ke edhe misionin tatë profil në të vëni. Që 2 vite, kjo është sezoni i dytë, mundohem që me meq dashamir, njerëz të cilët kanë projekte, kanë bagazh intelektual, ti promovojmë ato nëpërmes profilit, të profileve të ndryshme. Kjo është sezoni i dytë që kemi fillu, do thotë në këtë vit përafërsisht janë diku bëhen 60 profile, të cilët kanë dhënë dhe po japin për shoqërinë tonë siç je edhe ti. Zotë shpërblet. Hoxh neve emisioni e premte me Halilin, zakonisht palosim aktivitetet e shoqatës sonë edhe deshta me u pyet, kur ke dëgjuar për jetimat e Ballkanit për herë të parë? Për jetimat e Ballkanit ty personalisht me një ligjërat që e ke mbajt në Xhaminë e Madhe në Gjilan, nëse nuk gaboj vitin, ka qenë viti 2008 ose 2009, unë i posa ardhur, i posa diplomuar, ti ke ardhur në Gjilan. Në atë kohë e ke shpalos idenë edhe projektin tënd. Normal që pak njerëz rreth teje të kanë besu në këtë projekt. Unë prej asaj kohë kam dëgjuar për jetimat e Ballkanit, më vonë pastaj jemi mundu sadopak që ta përkrahim do thotë këtë shoqat me atë sa kemi mundësi, me dashamir, me format ndryshme. Zakonisht muajt në shenjtë Ramazanit të rasim musafir në studio, hoxhallar të ndryshëm, për të folur rreth bamirësisë apo sadakas në përgjithësi e në muajin e shenjtë në veçanti. A mundi me na thonë 2 fjala rreth kësaj? Hoxhë, dihet se Zoti çdo vepër që e ka bërë të mirë tek Zoti, pra i ka dhënë edhe çmim. Nuk ka vepër që Zoti e ka bërë të dashur për madhrinë e tij, vetësi i ka dhënë çmim fillimisht asaj, pra i ka dhënë një vlerë në këtë botë, e ka bërë një vlerë njerëzore, duke qenë fillimisht ajo si vlerë hynore. Pastaj nëpërmes profetit tij në formë praktike e ka shpërnda për njerëzimin. Në vargun e këtyre vlerave që kanë ardhur, pra që janë fillimisht qiellore, pastaj janë bërë edhe njerëzore, është edhe sadakaja. Sadakaja është interesant si është ndërtuar si koncept, si një ndër vepra që Zoti e don dhe profeti i ka inkuraju besimtarët në vazhdimsi, dhe ai ka qenë modeli më i mirë si një sadakadhënës gjithherë, vetë si model, pastaj sa herë që ka hyrë brenda familjes, i ka motivu gratë e tij, familjen e tij, shokët e tij, që dal ngadalë ta ndërtojnë pra si koncept që të shpërndahet në shoqëri. Nëse ndalemi në Kur'an, e shohim se sadakaja është përmend më shumë se 73 herë. Nëse zbërthejmë fjalën sadaka që njihen popullin tonë, ose lëmosh, rrjedh nga 3 shkronja. Njëna është sad, njëna është del edhe njëna kaf.
në përkthimin e saj do ta gjejmë se ajo lidhet me besnikërinë. Pra, sadaka, besnik, pastaj i sinqert, pastaj vlera tjera që japin. Nëse ndërlidhemi pse pikërisht këtë përkthim e ka sadakaja, do ta gjejmë se të gjithë ata të cilët japin sadaka, e shtrin dorën, do t'i gjejmë që janë njerëz besnik, për shkak se janë besnik fillimisht me Zotin, pastaj janë edhe me njerëz në tokë besnik përballë asaj që e kanë dhënë. Hoxha, shumë interesant me pa standardin si ka ndërtu Kurani, koncepti i Kuranit për sadakan, ku fillimisht sadakan e ka bo Zoti që t'jetë standardi i parë që t'jetë nga përfitimi halal. Në kohën e profetit, erdhe një iniciativë të rindërtohet Qabeja, dhe në atë kohë ajo shoqëri, ende profeti pra nuk ishte graduar me shkallën e profetësisë, vendosën një standard se nuk munden të sjellin para ata të cilët i kanë fituar nëpërmes rrugëve jo legjitime. Profeti në këtë kohë ishte ende pra nuk i kishte mri gradën e profetësisë, ku bëri pjesë në këtë projekt. Pastaj, standardi i dytë është tek sadakaja, pra të jetë nga halali, pasuria halal, të jetë nga vetë dëshira e personit që jep. Unë nuk mundem ty me zër me t'impunu për t'a dhënë një sadaka. Vullnetare. Ajo bëhet nga një shpirt i bardhë, nga një ndjenjë, nga një ndërgjegje e mbrendshme, fillimisht, pastaj proceset tjera janë teknika. Është shumë interesant se një standard tjetër që është ndërtu sadakaja, është edhe tek pjesa se sadakadhënësi asnjëherë nuk e kërkon falenderimin ose shpërblimin tek ai që e ka dhënë. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Zoti thot nuk domi nga ju as falenderim e as shpërblim. Kjo është ai standardi që duhet ta ruajmë, dhe një standard tejet i rëndësishëm është se sadakaja në maksimumin duhet bëhet fshehur asi. Përveç hoxh, atëherë kur kërkohet transparenca, atëherë kur kërkohet për projekte të caktuara, siç është për shembull shoqata e Hetimit e Ballkanit, organizata të tjera që detyrohen për t'i shpalos emrat, përndryshe sadakaja që Zoti e don, ajo është gjithherë kur jepet fshehur azi, sikur ajo dhurata kur dikush ta sjell dhe e paketon, e mbështjell dhe ta ofron ty pa e ditë brenda se çfarë ka. Hoxha Efendi, shpesh kemi dëgjuar hoxhallarë duke spjegu për rëndësinë e sadakas. Përfitimin nga sadakaja. Hoxhën para disa muajve kom pas një projekt në xhami, zakonisht ligjërimet e ditës së xhuma i shndrojnë në projekte. Si i shndrojnë në projekte, kom filluar me spjegu për sadakan. Që jo të jenë ligjërata tema të cilat janë teori thjesht, me marrë informacione, po si ta ndërtojnë këtë projekt ta shpërndajnë brenda shoqërisë. Edhe librin që e kom spjegu, në vazhdimsi dietarët kanë shënuar libra për sadakan dhe shkruajnë tash në kohën bashkëkohore. I kam lidh autorit të cilën unë u referoisha librit, është interesant hoxha aty se si ka përmbledh dobit nga sadakaja, ku bazohet në hadithin e profetit ku thot se sadakaja i mbyll 70 dyrë të sherrit. Ne që japim sadaka dhënë, si kush do që është ai, burr, grua, i ri, i moshuar, fillimisht duhet me kuptu se ti je përfituesi i parë i saj. Se benefitet e sadakas kthehet fillimisht tek ti një herë, ti je përfituesi, pastaj të tjerët që përfitojnë ata janë karavani i fundit. Si ndodh kjo? Ndodh për shkak se sadakaja na ruan nga çederët, sadakaja na ruan nga belat, sadakaja e shëron njeriu, pra. Kreta për këto, për mos me rëndu emisionin, për gjitha këto ka tekste fetare, pra qofshin nga Kurani dhe Suneti i Profetit, apo nga thënjet e të parëve tanë e kështu me radhë.
Pastaj, thot dikush si ka mundësi, sa herë na ndodh hoxh neve që jemi në rrugtim, dhe shpesh herë ndoshta janë ato sekonda që asne nuk dim ti numrojmë ato se ti shpjegojmë, kena pas për shembull na ndodh një aksident, me qëllim ose pa qëllim, ose ne shkaktar ose dikush tjetër. Shtrohet pyetja, çka ndodhi? Pse unë shpëtova? Në shumicën e rasteve përgjigjja është shumë e lehtë, sepse siç kanë thonë nana tona, gjyshrit tanë, kanë thonë ndoshta një dorë e dhënt. Kjo është ajo që një sadak, pra kanë thonë çdo herë kanë përdor pleqët e tonë, kanë thonë inshallah o ko një dorë e dhënt. Dikun ke dhonë buk, dikun ke dhonë ujë, dikujt i ke ndihmu, dikujt i ke ndihmu materialisht, dikujt i ke ndihmu moralisht, të gjitha janë sadakas. Mbeta borx diçka ndoshta në fillim hoqë se sadakaja si koncept nuk është ajo që ne i japim gjanat materiale. Sadakaja ndahet në dy pjesë në konceptin kuranor. Ndahet ajo që është materiale, siç është e detyrueshme, ku është tek puna e zeqatit, edhe tek ajo që është vullnetare, siç është sadakaja. Pastaj kjo është është një gamë e gjerë, një oqean i madh i asaj që mundemi ne me dhënë sadaka. A ka sadaka pa pare, hoxh? Ka, hoxh, një buzëqeshje që ti shpeshherë ja jep njerëzve dhe kur të shohin, kjo është sadaka që t'ja jep. Zoti shpërblet. Po ndjekim një historie që ka përgatit stafi, pastaj rikthehemi në studio bashkë me hoxhën edhe bisedojmë pra. Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Kaçanikut. Sot kemi marrë me dorëzu çelësat familjes Sadikut. Sadik, po na çelësin. Faleminderit. Tashmë veshina në ambientet e brendshme të shtëpisë së re Sadikut, na po i lënë me pamjen se çysh ka qenë. Unë jam Sadik Uqi, nga Kaçaniku. Kam nevojë për shtëpi në tre, se ka lagështi shumë. Bajrën e vjen po shkojnë kokë. Kam 4 fëmijë, vetë 6 jam. Me rrokë s'mujnë e dalë, punoj një ditë 2 ditë në javë, ma shumë s'punoj. Kushtet e kam të rënda. Komuna e Kaçanikut rrethi na mbulojnë me pak ushqimore. Këto është një tmerr shumë i madh që zbesoj kush që mund të me jetu qështo, ma keqëson që jam. Edhe me 4 fëmijë, qëto flem, qëto hajmë, qëto pim. Kushtet janë shien edhe vetë se qësh janë. Vështirë është ballë. Të merësh, këto të merë, s'ki as shtroj, as s'ki mloj, as sen s'ka për shijet. Veç ke salën që të flem, që të rrim, që të ham, që të pim, edhe mi pastru fëmit nuk kam ku. Se është, do me thonë gjdo ditë në ditë bje ka një blak. Edhe te lashe, me shti edhe me pastru atë fëmi. Se është shumë keq në alë tepër. Zdi, ma keq a ka, mos zbesoj, ki lakshti, ki mek, e ly shpesh njejt bat prap. Prap që ashtu bëtë, si e në gjendje me shti kur gjatë të rej këto. Një shime se shpia është asisuje që edhe më në të mu bajt këto. Një shime ram pi krejt. Konë mu nuk më le këtë lak shti batë. Krejt. Mirë së është po, zoti madhë. Po kina morë social, po fëmija mi ka po 5 vetë. Na i ka ndërprejqët,
Kena apliku shtejnë japet për me shlu, nuk bof më shlu mirë. Është problem që edhe fëmijët më ka ftu fort për shkollës, drejt me thonë për shkak kushteve që jetojmë na, se kur të shkojnë në shkollë, edhe çdo i dyti fëmijë kam ja zonë kryet fëmijës tam që se e ki ka shtëpinë e keqe. A vëde, pse jeton ashtu, se shembull unë s'kam mundësi m'ja bën, as kë, edhe pe pres një ndihmë nëse ka thënë Zoti dikush më na ndihmu. Bile për një shtëpi. S'kena mundësi heq, që 16 vjet jam unë qëtu. 16 vjet plot ai baj çdo martesë që as një ditë nuk e kum pa një sen, du me thonë të mirë. Një jetesë pak, beli, pak, heq. Me ongër me pina kanë majtë rejthi, ka qanë një kjetë. Shumë, se e pak, shumë. Edhe për bajrama, edhe pa bajrama, edhe për shkat dusha. Na ka një mu shumë. Tanat i kam pru. Unë e kësha desht veç minut që tojmë për hatër të Zotit mas pari. Edhe për hatër që nëve fëmijëve që i kam anë se e kam fëmijën 15 vjetë për 16, e kam pak problema me fjetë me të kalzaj drejt. Që të flejmë krejt bashkë, që të bonë trosh me një kaq, që të bonë dhe trosh me një kaq. Se s'kam edhe shka me shtru, këtu shijet, s'kam edhe me shka me shtru, as me mlu, as eq. As teshat s'kam ku mi palue, drejt me thonë, i majna për kofera, që shtë mujtë u skave, se s'ki ku mi launën, lena për tokë plënavën, s'ki ku i le, nalt është katastrofë, s'ki shka me pa gjendje nalt. Ju kësha ba apel që kanë mundësi veç për një shtëpi, kur gjë qeter, veç për një shtëpi. Më nga dalë në këra për me maru shtëpia me të pak. Që kjo dhe mështë për nuk mëjna me shfridzu për kur gja, se është shumë keq. Nuk shfridzot për kur gja heq. Këtë vlak, ka lak shti. Me që majmë shelë, s'me edhe me qelë si për shkak era shumë e ramë del jashtë. Që kjo është banja, serë që të vimi pastru fëmi, qëto më kanë rakit bloka, qëto po shien që kanë vetë në fond të ma, edhe këta na i detë besej që i binë shumë shpejt. O shumë keq edhe fëmi s'po pranin edhe me i mu pastru këto, s'po ngojnë, se po thënë shumë keq edhe po tutë me ma shumë. Dhe kam problem edhe mi pru mi pastru këto në altë. Që kjo është doma që qatë shumë ka lakshti janë edhe të pashfridzushme, s'mujna mi shfridzu se s'ka kushte. Edhe këtu ka lakshti, ka mek. As këto s'mujna mi shfridzu veç. Edhe fëmijëve i ku të famë. Jam të misë, veç aje që kom në mos qifje. Lajmi është se ju po bojë me shpis. Faleminderit shumë, faleminderit o Zot, faleminderit. Sadik, ndryshimi mash. Vallaj, ndryshimi madh. Falenderoj krejtve, mas pari shoqatës juve, stafit, edhe Ratë pare faleminderit Zotin, faleminderit shoqatën e timat të Ballkanit, Halel Kastratin, për gjesin e shtëpisë. Ne ka ndryshuar komplet jetën. Do t'jem faleminderuese gjithë jetën. përshëndes vetim e Lezin, donatorin e vetëm që e ka dhonë për këtë shtëpi. Faleminderit për vetëm e Lezit që e ka bërë këtë shtëpi. E faleminderoj shumë, do t'jem faleminderuese gjithë jetën. Edhe na si shoqatë falenderojmë donatorin e vetëm të kësaj shtëpie që është Vetim e Lezin, Zoti e shpërbleft, e na po i lëna me pamjet e shtëpisë tre. Hoxha Efendi për 2 antë. Vizita ju në parë, gjendja me të cilën e gjatëm, edhe pasaj vizita e dytë për me adhuru qelsat e shtëpisë së re. Pikat shkurta. Sikur mos me qena e pjesa parë, do të gjithherë
dëshira jonë mi pa të storjet e dyta. Është një hadith i Muhamedit a.s. ai që është shkaktar me ndryshu gjendjen e një... Nuk po, është hadithi i profetit ku thotë se Zoti është në ndihmën e atij që është në ndihmën e vllaut të vet. Edhe kjo gjendje e këtyre njerëzve e shese vetë profeti prej gjanave që ka kërku gjatë ditës edhe natës mbrojtje tek Zoti ka qenë edhe varfëria. Por ata ka thonë varfëria është derë mosbesimit, sepse në këtë kohë që jetojmë, ndoshta pesha dhe bara më e madhe që i bie një prindit është kur nuk i ka kushtet elementare për me jetua, sidomos kur ka dhe familje, sepse jetojna me një rreth, jetojna në presionin e disa gjanave të cilat sot detyrimisht duhesh mi pas ato në dorë tua për mi ofru fëmijëve sepse tjerë ti kanë. Andaj nuk mendoj që ka ndonjë barë ndoshta më të madhe për prindin sot, gjithherë ka qenë, po sidomos në këtë kohë, se sa mos t'i kenë kushtet elementare për jetesën e tyre. E pash ajo çka e vrejta, e pam edhe pamja e tyre siç ishte në pjesën e parë, ndërsa siç ndryshun në pjesën e dytë. Shumica e këtyre historieve që unë i kom pa, janë njerëz të cilët kanë karakter, kanë ndërgjegje, nuk ju ndërzu 16 vite për shembull se e përmene e Zoja, por dikush mbetet zoj edhe zotëri pa më parasysh rrethanave të tyre sepse nuk don mi u dorëzu jetës. Edhe pikërisht ky është ai mesazhi që na duhet me përcjell të gjithë. Edhe ata të cilët nuk kanë, po edhe ne duke u mundu me i përkra. Andaj këto raste, siç janë rastet e juve, po edhe rastet me cilët ne nga njëherë ballafaqohemi me to, i shohmi si raste që e falendrojmë Zotin neve që Zoti na bën neve shkaktar për mi qel këto dyrë, ku këta njerëz kanë menduar se dyrt e tyre më nuk qilen asnjëherë. Elhamdulillah, Zoti na ka bën neve sebeb, pastaj ka dërgu shumë donator, si që ishte edhe ky Refik Elezi, shqiptari, vetëm me familjen e tij, që ka marrë përsipër 30.000 euro i ka dhuru në shoqatën tonë për mu bo me shtëpi kjo familje. Hoxha Efendi deshta me thonë, ne kemi ndërtu 1600 shtëpi. Tani kemi fillu projekte ndryshe nga shtëpit në dobi të komunitetit, të popullit këtu. Shqiptarët gjithmonë janë të regu edhe po të reguan se kanë zemër të madhe edhe kur është pyetje për me ndihmu njëri tjetrin e kanë të regu vetën gjithmonë. A ke diçka nga jeta ju i menda? Një gjabë do thotë e ku mendu këtë Ramazan, si që jemi. E thamë, subhanallah, sa iftare shtrohen në shtëpia tona, në xhamia, në restorane, në rrugë, gjithë ky investim, sa pak ushqimore, sa ndihma, sa pa e dëmtu as pak buxhetin e shtetit. Dhe kaq bukur bëhen këto aktivitete, kaq bukur bëhen qetësi, harmoni, asnjë incident më i vogël nuk ndodh, do thot, në mesin tonë. Andaj këto janë gjana për të cilën ne duhet të krenohemi, duhet të ruajmë të vlera, duhet të mundohemi me mishëm i shpirti t'i promovojmë. Andaj, unë ndina krenar dhe shokët e mi që një kolegë për kolegëve tonë si që i te, ke marrë përsipër për barë, dhe thot, gjithë këtë përgjithësi që e ke, ndoshta na të kemi hyrë hak edhe e di këta nuk ka dyshim, për shkak se ta kemi lënë gjithë këtë barë, por sa herë që ne hoxhallarë ndoshta sulmomi, ne gjemi mbështetje dhe mbulomi me ty, sepse në padrejtësisht nga njëherë neve sulmomi prej njerëzve, andaj ne kemi modele dhe thotë se dikush prej neve që jemi si hoxhallarë që edhe të bën pjesë në këtë grup, ke marrë për barë dhe ke marrë këto përgjegjësi për të cilat na lutemi te Zoti çdo herë dhe pjesë e lutjeve tona që Zoti vetëm na dhon shëndet. Amin. Pastaj me gjithat
atë ushtri që është mbrapa teje, që janë donatorë, që janë stafi, të gjithë këta, njëjtën kohë Zoti më shpërblyej dhe më dhonë edhe atyre shëndet, sepse si grup, si bashkësi, si xhamat, ne mund të bëmi punë të mëdha. Hoxh, deshta më nda do thot një pjesë të, si thon, të krahasimit të sprovës. Kur kanë përmend dietar, kanë thonë sprova, ne jemi të sprovuar në këtë jetë, në moment që vijmë. Pra ta Zoti thot, ne kemi krijuar jetën dhe veprën për të sprovuar. Edhe unë edhe ti në këtë moment jemi të sprovuar. Ti je sprovuar me mua, unë jam i sprovuar me ty në mënyrën si komunikomi. Pra, duhet me vendos në ndijen tonë se ne gjithë jemi të sprovuar në këtë jetë. Dikush më shumë e dikush më pak. Pra ata kanë përmend sa bukur dietar kur kanë thonë se sprova i përgjason shkollës. Në shkollë, çdo ditë endmi prej një klase në klasën tjetër, marrmi mësime, i nështrohemi testeve, marrmi rezultate dhe kështu më radhë. Vetëm se edhe në jetën e përditshme, pra jeta jonë është sprovë. Hyjmë nëpër mësime të ndryshme, kalojmë nëpër teste të ndryshme, vetëm se kanë thonë dallimi është se shkolla ta jep fillimisht mësimin, pastaj teston. Pa mësim asnjëherë nuk teston, nuk ndodh. Ndërsa jeta e ka një kanon tjetër, e ka hoxh një rregull tjetër ku një herë teston, pastaj ta jep mësimin nëse jepi atyre që merr mësim prej sprovave dhe testeve që na vijnë në jetë. Unë e lutem Zotin që neve gjithë që vijmë të dimë si ti menaxhojmë sprovat e jetës, të dimë pastaj kemi edhe ne energji për t'i mësuar të tjerët dhe të bëhemi prej atyre që marrmi ibret edhe mësime prej sprovat të cilat na vijnë në jetë dhe ne asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi përballë çfarëdo fortune që na vjen nëse jemi të lidhur fillimisht me Zotin. Zoti inshallah sprovat që i bjen ndaj neve na forcon ne, edhe i bën të lehta ato për me i kalu dunjoja sprovë hoxh shumë e vërtet. Thash kemi nis me projektet mëdha, nuk e di atë ka rënë në sy një mega projekt që na po presim me nis në muajin e shenjtë Ramazanit këto ditë. Po më duhet një apel i juaj nëse e ke pa. Po. Ka qenë surprizë e parë që publikisht e ke dhënë do thotë këtë lajm vitin e kaluar, ke dhënë në profilin tënd. Me ke dhënë të do thotë ka qenë ekskluzive në emisionin Profil, ku e ke shpalos për herë të parë në publik për projektin e madh do thotë që do të nis. Ky është edhe një bukuri, edhe një vlerë që do t'i shtohet vendit tonë. Është një projekt që ne tashmë nuk vendosmi pikpyetje, siç thash nëse dikush ka vendos pikpyetje në fillim, tashmë këto pikpyetje nuk i vendos askush, vetëm se ne i ftojmë që gjithë që të bëhen pjesë e këtij karavanit. Është me rëndësi hoxh në projekte, është me rëndësi që të jesh brenda karavanit, nuk është me rëndësi ku je, ai i pari, anë mes apo në fund. Vetëm se duhet në projektet e tilla të ngjitemi karavanit edhe të jemi pjesë e tyre, sepse ndoshta ky shumë shpejt përfundon, pastaj çdo pendim bëhet i vëndshëm. Këto janë pamjet apo? Ky është projekti. Me një sipërfaqe, gjithë sa e ka sipërfaqja? 13 hektare gjysë është parcela që ka nda qeveria e Republikës Kosovës. Ka mbi 65.000 metër katror ndërtim. Ka spitalin brenda. I kompletun. Kjo është projekti. Mashallah. Bani mashallah dhe tjertë. Po shpresoj me nis këto ditë, kur themelin. Në Ramazan? Po në Ramazan. Në Ramazan, hoqë shumë interesant Ramazan, unë që disa vite ja kom bo vetit si kusht që piknisin e përfundimin e projekteve i nisin Ramazan.
duke u bazu në atë se projekti më i madh që i ka ardhur njerëzimit i ka në Ramazan, që është shpallja e librit shenjtë Kuranit. Pastaj është shumë interesant një kalendar e kom gjetë, një libër ku i kanë shënu datat ose projektet të cilat kanë ndodhur në përgjithësi, do thotë në botë, që kanë ndodhur pikërisht Ramazan. Libra që dietarët kanë filluar mi shënu Ramazan, xhamia, universitete të mëdha, andaj piknisja e një projekti në Ramazan është bereqet prej bereqeteve të Zotit. E lo Zotin që ty edhe gjitha atyre që do të punojnë këtë projekt, t'ju çojë bereqet. Amin. Hoxh, një këshill apo porosi për fund nga ana juaj. Po, për fund Hoxh, edhe një herë dua që vetës time dhe të gjitha ata që ndjekin emisionin tënd e Premtja me Halilin, që ta kenë parasysh vetëm sa bukur Zoti e ka marrë një shembull për sadakan në Kur'an. Zoti ka thonë shembulli atyre që japin për hir të Zotit. Pra që japin nga pasuria e tyre për hir të Zotit. Është ka thonë sikurse shembulli i një kokre të grurit. Ka thonë çdo kokër gruri lindin nga ja, rritën 7 kallin. Pastaj çdo kallin i ka 100 kokra dhe bohen gjithsej 700. Pastaj ka përfundu ajeti kuranor, Allahu i shumë fishon pra këto begati, këto shpërblime, dhe në fund ka thonë Zoti është bëmirës dhe i gjithdijshëm. Nëse une e jap vetëm 1 euro, ajo të Zoti bëhet 700 në këtë koncept. Andaj nuk është më rëndësi tek Zoti shifra, numrat nuk kanë shumë vlerë, asnjëherë. Kanë vetëm vullneti, njeti i pastër, edhe nuk është më rëndësi te Zoti sa jep. Jep 10 centi, jep 1 euro, jep 10, 100, 1000, te duhesh on tjetri, duhet me ngrit këtë vedije që t'jemi pjesë të projekteve. Edhe një herë falenderoj shumë, na ke nderu, Zotit nderoft. Kjo ishte për sot. Hoxha Efendi, shpresojmë që me të pas edhe në emisione tjera. Faleminderit, ishte kënaqësi, thashë edhe privilegj për mu që t'jem pjesë e emisionit tënd dhe lë Zotin që të kesh sukses. Zoti shpërblet, faleminderit shumë Hoxha. Faleminderit. Zoti të jetë. Zoti të faleminderit. Ishte Hoxha Rashid Zulfiu, ai cili na i knaqi zemrat dhe shpalosi rëndësin e sadakas. Vazhdojmë neve, kemi edhe një historie tjetër për të dhonë, edhe ndjekim bashkë, po më thonë nga regjia që familja që do t'jipet historia është këtu. Po ndjekim historin. Me matë snus bobën, me në maru një banec. Ka rasis nuk ka mundësia se i laqet e me bleja s'ko gjugjull, valla. Me blede një mere, jetojme një social 110 tera. Kena banua të stadion e Dem Jashari, kush ka pasë mundësi jetë qëtu unë një mujnë ka pak, për qeja për gjithë shka, se edhe vetim smut, jo me për mulqisë dhe për shnetë kësja, që 2 vite e gjysë. Ka rasis nuk ka mundësia se i laqet e me bleja s'ko gjugjull, valla. Edhe kushtat shumë të vështira, shumë. Valloj e qështu që edhe që e këshia e qështu me ushqim unë një manë, së po koha dhe me mësi, po shumë zërë valloj. Një këshia ma ka pagu që e qera për këtë. E kam e që në 20 era, ma ka pagu për që të mujnë e qëtash. Shumë kushtë mos me zotat, i kushtë foli sholla në një manë. Se me 110 tera së më e mja dalë. Se i laqër 200 ama asfaltin shkojnë në mujtë. Ka herë, e po kam i bli, ka herë ju, që s'po ki, me punu e nuk mëj.
me sholla Zotë edhe kush ka mundësi për një shtëpia ose diçka. Nuk më zgjedhune, veç për shtije dikon kryt. Vallaj, po se e ju më zatet e qëtash. Kur s'po kim rëthmi se për shembull diçka ose me hongrët, me pija jashtë, vdeki. Po shollave Zotë edhe qka pak. Po vallaj, po. Po vësha Zotë se aji çdo përdime na kalon pa qire, po tash e këni na ka thonë do të me pagu apet. E me 110 euros nuk më mund shuj, rrib, qire, borna, asë shtrim nuk më mund shvija dalë. Zaresh, shtiresh, me kon njëra apet i shnush, po nana dem, e le pak, moni med, e që shthujnë, po ju, vete nuk maj. Se jëmë smutjem. Zari, shovave Zotë edhe qëta kush ka mundësia dhe, edhe ata Zotë i rujtë mërë Allah, tjetër se më pasha Zotë i zërë. Edhe atje, sojnë akonë veç me një dhomë, shumë shti edhe atje e kena pas. Së bautë i miri, jemi 30 të familjes, burin e kam smut, jetim kushte shumë trauma. Vallë kushte kanë herë që na nimojnë njerëzit e mirë, na bin harç. Që të një kërshi 500 orë që të pe verës me qira, kja qa ka pos për vete, e ka dalë për djallë temin. Së shtirë balë. Po edhe një dhëmë qofë, se veç me kone ju një me pos malet në jetesën, ma shumë s'kisha zgjidhën. Edhe që të burë, do borna, do i lotë që do si farsana që api video kontrola, do analiza për mi bo, kisha pos që me mnju dikosh, ma lecu pak, sa do pak, me pos për krojën e dikujna. Kush ka mundësi, Allah është përbej, kush s'ka apet, Allah është përbej, qa me bo? Nuk është në shkollë, asë nuk është në kapshtë, ku më që asë njerë, se si kom pas mundësit. Që është për shpija, të uja, të nejtë. Qa me bo? Unë e si në unë, edhe si bashkër të këti, kësë mund, kësë shpesh her natën jetë dhe pa frujnë për melqise për shnikë, shpesh her qotë në gjestë, këj goja gjakë. Po, qa me bo, jem pështetë të Zotë, a i në postë në dërë, ati kërë shumë falë, se shtirë është balë. Ku nuk ish për të mi, as he, as pi, po dhe kur s'kish një shpitonën, se i jesët për nesra, ku nuk ish me pagu qira, unë e kalon për mirës, për zëtë shpis, në kalon gjatë 10 minutë pa qira. Po tash, pe i morë se dësh me pagu, në ka pagu një agji që këna posë kërshi ati, ku në konë të stadioni, në ka pagu për këtë mujë. Edhe do mujtë kalum ka neha në ka pagu, po gjithë, nuk mujtë kërkosh me të një mu me pagu qiroja. Se shtirë është bëllë, po qa me po? So ka thonë Zotë që shte, dësh me shti. Ka momente shumë që e mërzit në e koje, gjithë shka, po qa me po? Apet, se dësh me konë e fort për djallë, për burë. Më nëftë për familje, qa me po? Këtë janë sfida që i prova nashta çdo kush, po si janë sprovat Allahit. Na ka zgjedhë një Allahit për mi pranu këtë sprova, do shmi pranu. Kam nevojë, thash, për një shtëpi, kam nevojë për ushqim, kam nevojë për borna, kam nevojë për me shkuet e miku, nuk pi ka mundësit me shku, po do të ulla për shembull. Ka raste si kam 5 herë me shku për shembull me kambe. Jo vallaj. Po rritë që me bo, kur të bojë mundësi të shkaj. Për gjithë shka kam nevoj. Kush ka mundësi më më mua, Allah i shpërbleft. Me atë snus bobën, me në maru një banecë. Familja Mevledin i meri nga Mitrovica, e na kemi në studio. Hajde Mevledin. Mirë se ke ardhur. Se gjë ka më thënë lajmi, që shtë, mirë. a me lumash. Hajde.
Vledin mirë se ke ardhur. Nëse gjitha përnderit. Qysh je? Mirë, Në shtimsh. shëndet, a je më mirë jo? E ju. Pse jo? Jem pështet e Zotit, edhe i ka shumë falë. Je pështet Të Allah. të Allah. Që po thojnë mjek me Vledin? Po më thonë infekcion. Moshri. Edhe ja, në këse Mëlqi. mëlqi. Edhe veshken edhe pillu këthimsu. Qfar moshe ki? 35 vjetë. 35 vjetë. Që sa ku vunë në smu? Që 2 vjetë e gjithë. Që 2 vjetë e gjysë. Na pamjet na i soli stafi jonë ku jetën, rrëfimin e dëgjum pak edhe nga ju, edhe nga bashkërtja. Në fëmijë e keni? Po, Çfarë moshe ka? 5 vjetë. 5 vjetë. Që shumë është në taj? Mirë është. Mashallah. Mirë, ku po kurohesh? Në Mitrovica apo në Prishtinë? Ja, Prishtinë. A ndodh ndonjëherë mos me pas mundësi me shku? Po, shumë të shpesh. Qa bën? Rri. Pret. Dikon. Me dimu. Ata në gjatë ditë dorën dikush në Mitrovic. Po në gjesin ka pak, kush po ka mësi. A ke shumë ja troki derën dikujt me i lypë ndim? Jo, nuk jem shku ashtë. Po, kush po ka mësi, po më neman ka pak. Me Vledin jena në Ramazan, ata ka qelë derën dikush. Në orën dhe Po, besë. qaj, kush i jam madhë shumë, që aty ofër që ka me falenderoj shumë. Po më neman, s'to po ka mësi. E na dëgjum një lutje djalit tënë, Po, o Zot shërohë po, babin. që është. Muaj Ramazan edhe na po thojmë o Zot shërohë me Vledinin edhe Dhe çdo të smur. e kishë bleft. Amin shumë. Edhe me Vledini po bëhet me shtëpi të re. Amin shumë. Adoj, shpënderit, ty edhe gjithë ata. Shumë falenderit, Amen me Vledin. shumë falenderit. Edhe gjithë. Zoti jeni me uftë. Tash na, inshallah, shtëpinë Zoti, po bëhet, ishte inshallah vlerë. do Zoti edhe shërohesh plotësisht. Inshallah, falenderit shumë për juve. Unë po ta lëni porosi. Tash kemi marrë një numër kontakti dhe ti asnjëherë nuk guzon me mungu pa shku në spital. Spital. Kur s'ki na telefonon, Unë kur i Edhe falenderit, na- shumë Allahi. do të E rrim shpërblet, gati me Allahi, të mësu e ju ruaj. vizitat në spital. Zoti jeni me uftë. Shumë falenderit. Shumë falenderit. ma djalin shumë. Shumë falenderit. Për hajr. Shumë falenderit. Shkoj me sigël, kthehemi prapë në emision. Emocionuese me gjithat ja dham lajmin se po bohem me shtëpi të re. Zëri voglushit na i lëvizi zemrat, prekse o Zot shërohë babin, dhe na mundso me pas një shtëpi. E shtëpin e me Vledinit, ne donator të vetëm, e kemi firmën Rajsenov AG në Zvicër, Zoti për mësë. Ky është emisioni e kësaj nate, ne po e mbyllim këtë emision me storien e projektit të ri, ku i bëj thirrje çdo shqiptari, kudo që është, i madh e i vogël në krejt anë të botës. Na bashkohen dhe të na përkrahin të jenë hisetar në realizimin e këtij projekti. Çdo projekt e sot me emër Zotit e kemi nis, edhe me emër Zotit e kemi kryer. Edhe këtë me emër Zotit, po i thojmë bismillah, po e nisim këtë ditë, edhe me emër Zotit kemi kryer. Si shqiptar, gjithmonë bashk, kemi qenë edhe besoj që do t'jemi edhe në realizimin e këtij projekti. Të gjithë ju të cilët dëshironi të merrni pjesë në realizimin e këtij projekti me donacionet e juaja. Të dhënat e gjiro llogarive të shoqatës sonë do të shpalosen tani në ekranet tuaja, si ajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Zvicër. Shoqata ka bo vite të tëra në Shtetin e Zvicrës, nga Zvicra shkojmë në Gjermani, e prej Gjermanisë në Maqedoninë e Veriut. Në Kosovë është ProCredit Bank, banka ekonomike
edhe banka kombëtare tregtare. Adresa shoqatës tonë në GoFundMe si dhe adresa shoqatës në PayPal. Vetëm nga numrat e valës mund të dërgoni një SMS në këto numra 55333, 55444. Shqiptarë, Zoti kur mos ju humb asnjë orë, do të shihemi në podcast pra bashkë. Zoti kur mos ju humb.